Një tjetër natë e errët për Ukrainën. Rusia goditi me 10 dron qytetin e Harkivit duke shkaktuar të paktën 47 të plagosur sipas autoriteteve lokale. Kryebashkiaku i Harkivit Ihor Terekov tha se goditet ndodhen në të paktën 12 zona të qytetit të dytë më të madh të vendit duke dëmtuar ndërtesa banimi makina dhe infrastrukturë civile. Edhe guvernatori rajonal Oleg Syniehubov konfirmoi për masat e dëmeve pas sulmit. Në reagimin e tij pas ofensivës presidenti Volodymyr Zelensky kërkoi më shumë mbështetje nga partnerët ndërkombëtar duke theksuar nevojën urgjente për mbrojtje ajrore. Përderisa bota po heziton të marrë vendime, pothuajse çdo natë Ukraina shndërrohet në ankth duke humbur jetë njerëzish. Ukraina ka nevojë për forcim të mbrojtjes ajrore. Vendime reale dhe të forta kërkohen nga partnerët tanë Shtetet e Bashkuara Evropare dhe të gjithë ata që kërkojnë paqe, shkroi ai në platformën X. Forcat ajrore ukrainase deklaruan se Rusia lëshoi 183 dron gjatë natës 77 prej të cilëve u rrëzuan. Po ashtu sipas të njëjtit burim u regjistruan edhe 2 sulme me raketa balistike. Ndërkohë Ministria Ruse e Mbrojtjes ka pohuar nga ana e saj se gjatë së njëjtës natë rrëzoi 170 dron Ukrainas. 3 vjet pas fillimit të pushtimit, lufta në Ukrainë vijon të përshkallëzohet me pasoja të rënda për civilët dhe me një thirrje të përsëritur për ndihmë ndërkombëtare.